me proteste të tyre, përfaqësuar revoltën zemrimin e një kohë mbi të tërë. Kur ndonjëherë me fuqishme kryengritja paqësore e shqiptarëve se sa dje nuk ka qenë në rrugët e Tiranës. Mesazhi është i qartë. Në Shqipëri, në kushtet e autokracisë, të sundimit e Edi Ramës, nuk ka dhe nuk mund të ketë më paqë dhe stabilitet. Betejë jonë do njohë vetëm ngjitje. Ajo do përfshi të gjithë Shqipërinë. Dhe do tjetë e pa ndërprerë gjerë largimin përfundimtar të kësaj organizate kriminale me në krye Edi Ramën. Aty ku është pa kënaqësia do ngrihet protesta. Regjimi do të përballet në të katër anë të vendit me qëndresën e fuqishme popullore. Në qoftë se këto protesta ka patur me dhjetra demonstrues të plagosur nga dhuna policore, nuk ka patur gjerësot asnjë polic të plagosur. Ne mbetemi të përcaktuar për kryengritje paqësore, sepse jemi të bindur se nëpërmjet saj realizojmë më mirë qëllimet tona. Ndaj dhe ne nuk kemi bërë dhe nuk bëjmë përkundrazi. Ne kërkojmë të vazhdojmë me moton paqësore. Ne mos harroni. Në kushtet e një grushti shteti janë të ligjshme të gjitha mjetet, por ne qëndrojmë tek mjetet paqësore. Edhe njerë në kushtet e një grushti, në kushtet e marrjes pushtetit drejtësisë nga ekzekutivi për ligjet çdo mjet, por ne qëndrojmë tek kryengritja paqësore. Kjo është e tëra. Ne dhunën më të madhe konsiderojmë dhunën më të madhe ndaj këtij populli marrjen e pushtetit të drejtësisë nga pushteti ekzekutiv. Kjo përbën një dhunë të tmerrshme kushtetuese. Po tjetë për dhunën më tegër ndaj njerëzve e ka përdorur policia, e cila ka gjojt me pluma gomën në ballë.